والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم مبروك على المرون مبروك بدين دين بصالح الكل نسى نهضاتك الله جل وعلا بذكينا بسكتينا شوف من محمد صلى الله عليه وسلم بالطمينة في شوقك وجوهك الجيوك انت تقدر بيك نحن الصلاة. ضرورة بدنا تقييم نحن الفاصلات marrë nga lutja të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam të para se të jetë selam. Do thotë se më tretuar tahiyatin, salavatet dhe kemi kaluar të duat. Dhe kemi marrë një nga duat që ka porosit dhe na ka mësuar që të themi para selamit i dërguari sallallahu alaihi wasallam. Dhe kemi thënë se kjo dua përmban vetën e saj kërkesën që të na mbron Allahu xhallahu ala nga katër gjëra. Nga katër sprova të ndryshme që padyshim të dëmtojnë besimtarin dhe mund të përfundojë për shkak të tyre në dënim të Zotit xhallahu xhallahu. E para ka qenë sprova në varr dhe të nisharuar të në kuptuar në ta, e dyta ka qenë dënimi në Jahannam, Allah na ruaj të sherrit të tij dhe dënimit të ta, dhe ka më dy tjera. E treta me radhës ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ومن شر فتنة المحيا والممات. O Zot më ruaj nga keqja e sprovave në këtë jetë dhe pas vdekjes. Por ka kërkuar që Zoti xhallahu ala të na mbron dhe të na ruan nga sprovat e jetës dhe sprovat e vdekjes. Çka nuk kuptohet me sprovat e jetës? Padyshim se ndërrozo sprovat e kësaj janë të ndryshme. Dhe Allah xhallahu ka përmendur se ai ka krijuar këtë botë dhe këtë jetë që njerëzit mos provu. Sikur se Allah xhallahu thotë alladhi khalaqa al-mauta wal-hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah është ai që ka krijuar vdekjen dhe jetën liyabluwakum, që të sprovon kush për ju është më vepër mirë, kush po bën vepra më të mirë. Dhe sprovat janë të llojshme, në dietarët ka ndarë sprovat në disa lloje kryesore, ku ajo që duhet kërkuar mbrojtje nga Zoti na ruan vazhdimisht janë dy kryesore. Janë dy grupe sprovash kryesore që besimtari duhet të jetë i kujdesshëm dhe duhet që kur ta lutë Allahun xhallahu ala me ruaj nga sprovat e kësaj jete, të ketë parasysh të dy lloje të sprovave. Sprova e parë është sprovat e dyshimeve dhe dilemave, që njëri më usprovu me dyshime ndryshme, dilema, që e pengojnë me njohë të vërtetën, që e pengojnë me njek atë që Zoti ka kërkuar prej tij. Dilema që kanë bëjnë me Islamin, me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, me Zotin xhallahu ala, Allah na ruaj, dhe të ndryshme që do të thotë janë pengesë serioze që njeriu më pranon të vërtetën, që njeriu më ndjek vërtetën. Dhe dilema që ndoshta nuk janë të këtij niveli të lartë, por mund të jenë më të ulta, por janë dilema. Për shembull, sa njerëz braktisën disa obligime të caktuara për shkak të disa dilemave që i kanë, nuk e fal namazin, për shkak të dilemës se nuk kam kohë, ose jam me zënë me punë, ose për shembull nuk e fal namazin nga se thotë nuk u milion disa punë caktuara. E din se i bën do punë jo të mira, andaj thot ato punë s'muna me lën. E përdesë ato punë s'muna me lën, unë s'muna më fal. Kjo dilemë e rrezikshme që i largon njerëzit nga zbatimi i urnit të Allahu xhallahu ala. Ti edhe pse bën punë jo të mira, falë namazin. Ka së tek e fundit namazi është shpresa jote që ndihmon më ujë nga punë të këqija. Pa namaz s'u mund larguti. Me kjo dilemë, sa njerëz për shembull janë lartë namazë, Allah në rrët për shkak se kanë rënë në sprovat e këtyre dilemave, dyshimeve. Nuk është i sigurt se ban kjo farë puna. Ti i thush ban, hajde fal namazin, edhe pse ndoshta ende vazhdon me qenë shoqëri jo të mirë, edhe pse ndoshta vazhdon ende me qenë punë jo të mirë. Se qoftë edhe ajo është e keqe, na nuk po e lejojmë, mirë po, e ja fal namazin. S'paku namazin se praktikisht për shembull. E dilemat të tjera të ndryshme që njerëzit i pengojnë nga zbatimi i të vërtetës dhe urnëve të Allahu xhallahu ala. Prandaj e para që kërkojmë mbrojtje nga Allah është të ruajmë nga
sprovat që nënkupton fitnet, dilemat, dyshimet e ndryshme që mund t'jenë më të vërtet sprovnit në kësaj bote. Dhe lloji i dytë i sprovave është sprovat e epsheve, e kojteve, joshjeve të ndryshme që kanë dhënë në këtë botë. Edhe ato mund të jenë pengesë që njeriu të zbaton urdhrat e Allahut xhallahu xhelalu. Ka njerëz që do të thotë nuk e kanë dilemë absolutisht, nuk kanë ndonjë dilemë që ndërlidhet me braktisjen e namazit, për marrë shembull namazin. Mirë, po pse s'falet? I lën punë për mëkat, te në kismet, do të thotë, ende nuk është i gatshëm, do të thotë që me sakrifiku, pse? Për shkak se gjumi për ta është më i këndshëm se namazi. Gjumi për ta është më i ëmbël se namazi. A e din se më mirë mu falë se me flajt, këtë punë e din njerëzit. Po pse nuk qënë me falë se bon? Për shkak se i ka kaplu epshi, kojta. Do të thotë, knëtësia që ata janë te, dhe për shkak se nuk unë kjo sprovë, sa njërën sprovu me këtë punë. Ose për shembull sprova është lakmia pas pasurisë, që njeriu nuk shikon pasaj e fiton me halal, me haram, e fiton me hak apo hak, e merr ato që i takon apo nuk e merr, do të thotë e merr ato që nuk i takon. Pse e bën këtë njerëz? Vetëm nga pangopsia, e bën nga lakmia. Këta kanë rënë sprovë, kjo sprovë, epshi është sprovë. Njeriu më usprovu me lakmi, me pangopsi është sprovë. Në këtu janë sprovat e jetës. Edhe të tjera që mund njeri me e godit, e që mund me zhvendos nga udhëtimi i tij i duhur ka Zotë xhallahu ala. Ka lloje sprova. Për shembull ka ndodh njeriu që ndoshta mund të jetë besimtar i mirë, mund të jetë ndoshta nga ata që kryjnë obligime të caktuara, por i ndodhin sprova të caktuara. I ndodhin të lashë fatkeqësinë këtë dunja. Dhe nuk mundet me e përballu, nuk e kupton si duhet, edhe çfarë ka mundësi me nxjerr nga binarte e adhurimin dhe Allah xhallahu ala sikur se ka raste ndryshme. Gjitha këto janë sprova që na ka mësuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që të kërkojmë mbrojtjen e Allahut aty. Dhe dietarët kanë thënë edhe sprova më e madhe e kësaj pjese, sprova më e madhe e kësaj pjese ka bënë me jetën, me këtë jetë. Nga se ka thonë, min sharri fitnetil mahya wal mamat. O Zot më ruaj nga sprova e kësaj jete dhe pas vdekjes. E sprova më e madhe e kësaj jete është, do të thotë, fundi i kësaj jete. Si po del njëri nga jeta e kësaj bote, apo del pa çabardh, apo e nxjerr vdekja ai i gatshëm i dorë Allahut përpara, i penduar, i përgatitur, i pastër, apo del nga kjo dunja ndërsa i është dhënë mundësia me e thonë shahadetin, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, apo del nga këtë dunja, i është dhënë mundësia me kërku fale për i Zotit e me përmendë Allah në gjallë leora, po si po del? Kasi nga njerë Allah në rujt, ndodhin vdekjet befasishme, befas, do thotë, sulmi caktuar, aksident, se ka prit njeri fare heq, ka ndodhë aksident dhe ka vdek në mend, pa i dhënë mundësi që me e përmirësu gjendë. A i nështë ka qeni përmirësuar, inshallah. Por ka të atil që i ka zënë befas. Përndaj, njerëzit e hershëm, dietarët e parë, kanë thënë, pe lutjeve që i kanë pas, kanë thënë, o Zot, në ruaj nga vdekja befasishme. Befas. Këse njeriu me pas, për shembull, Allah në ruaj, e vdekja vjen ose befas, ose vjen si pasojë në një smundje, ose diçka ai vjen. Patyshim se smundjet janë vështira. I po japin mundësit njeriu që kata e ditë se veç përshkon ka fundi, bën teube më shumë, bën punë të mira më shumë, nëse është i shtyrë në moshë për shembull, e dinë se çdo ditë mund të jetë fundi i tij, e ka një farë mundësie më atë unë përgatit. Me qenë njeriu i ri, i shëndosh, do të thotë befas më janë, patyshim se rrallë për njerëzit mund të jenë të përgatitur që t'i dalë Allah përpara. Prandaj kjo është sprovë me të vërtetë që njeri e ka gajle, e ka det, si po del nga jeta e kësaj bote. Nga cila port po del për kësaj bote, e po vazhdojnë pastaj në botën tjetër. Edhe sprova që ka bëj me vdekjen e pas vdekjes. Do thotë, edhe pas vdekjes ka sprova. Nga sprovat e pas vdekjes është sprova e varrit, sikur se kemi thënë. E pse ka veçuar pejgamberi sallallahu alajhi wasallam?
Nëse është pjesë e kësajna, e ka veçu për shkak të rëndësisë e ka. Nga se sprova më e rëndësishme që duhet besimtari me i kursu vëmendje si pa e te kalon sprova, e varet. Nëse atë e te kalon si duhet, ja përgjithë e duhura, me lejnë Allahut ato që vim atutje, janë më të lehta. Janë sprova, por janë të te kalushme. Sprova është edhe, do të thotë, ditën e gjykimit kur njerëzit ngjallen, ato mundime, ato përjetime të tmerrshme që ndodhin ditën e gjykimit, edhe është sprovë. Dalja para Allahut, dhënia llogarisë, peshorja, vendosja e veprave, apo rëndohen, apo nuk rëndohen, apo vin lehtë, as po ndodh, sprovë është. Janë telashe. Andaj nga gjitha këto na ka mësuar pejgamberi sa që të kërkojmë mbrojtje. Na harun Allahu xhallahu nga gjitha këto sprova. Shikoj subhanallahu, sa është formulimi i shkurt, ti thosh në duat e tua o Zot më ruaj nga sprovat, më ruaj nga e keqja e sprovave të jetës, se kësaj dunjaje dhe pas vdekjes, sa shkurt thua ti e sa përflihen këto. Disa i numruam e shumë nga ato nuk pat mundësi i numru vetë Zoti i din. Nga gjitha këto ti kërkon mbrojtje tek Allahu xhallahu Allah me tut. Dhe kjo është mirësia e këtyre duave. Janë të shkurta, janë të lehta, por janë shumë përmbajtësore. Përfilin vetëm saj shumë tema të rëndësishme që neve na duhen në kësaj bote. Dhe ka përmbyll pejgamberi sallallahu alaihi wasallam këtë thotë lutje o min sharri fitnatil mesihid dajjal. Dhe Allah më ruaj nga keqja e dajjalit. Kush është dajjali? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka folur ashabë shumë për dajjalin. Dhe një nga ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam hadithe se nga shenjat e kiametit është se njerëzit nuk flasin për dajjalin. Sot nuk e njohin dajjalin. Nuk e njohin njerëzit sprovën e dajjalit. E që na ka mësuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me njoft na ka shpjeguar. Dhe ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ma min nabiyyin illa wa hadhara ummatahu ad-dajjal. Nuk ka pejgamber që ka shkel në fytyrë tokës e që nuk ua ka tërheq vërejtën popullit ti nga sprova e dajjalit. S'ka pejgamber, këtë pejgamber që në tokë i ka thonë popullat runu nga dajjali. Kush është dajjali? Është një krijesë që del, do të thotë, ajo është si njëri krijesë lind për babë për nona. Mirë po jep Allahu xhallahu ala aftësi të jashtëzakonshme. Dhe ato aftësi të jashtëzakonshme që ai ka janë sprovë për njerëzit. Ai ka mundësi me bëj çudinë të shumta. Dhe mbi bazën e çudinave i sprovon njerëzit besimin e tyre, duke u thënë fillimisht unë jam pejgamberi i Zotit, e pastaj e kalon këtë fazë. Do thotë njerëzit unë jam Zoti, xhalla xhelalu, naudhu billah. Dhe ka njerëz që besojnë, pasi i thotë njerëzve nëse beson se jam Zoti, ta çoj shiut. Kjo sprovë, Zoti xhalla ora bën sprovë. I alën Allahu xhalla ora gjitha këto sherrë si sprovë. Njerëz mos provu, apo beson apo nuk beson, si po gjendesh. Prandaj pejgamberi sa më ka thënë, në qoftë se jam gjallë unë, dhe ai del, unë ju mbroj për tina. Unë e dal atij dhe i them të përram. Në qoftë se unë e vdes, ai del, atëherë çdo njeri është kujdestar i vetes së tij. Runë apo. Dhe e kësaj një pyetje më rëndësi këto. Nëse dëgjalli është nga sprovat e fundit, është nga shenjat e kiametit, e pse Nuhi alayhis salam i ka thonë popullit të mundit për dëgjallit, kur ai ka ditë që ka me pas pejgamber tjerë, ka marrë zhvillime tek tani o kiametit. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam pse i ka thonë ummetit, ashabëve të tij, nëse jam gjallën e pastaj i ka thonë ashabëve të runi për dëgjallit, s'ka thonë ka me dalë në fund, dhe të rrët umeti në fund për dëgjallit. Dallon dëgjalli dhe sprova e dëgjallit. Këto duhet me kuptu me dalluar. Dëgjalli është krijesa. Kur del ai, është kulmi i sprovës së tij. Do të thotë, dëgjalli kur del, mes njerëzve, është kulmi i kësaj sprove. Mirë po, sprova e dëgjallit është edhe pa qenë dëgjalli prezent. Po sprova e tij është ende pa qenë ai prezent. Prandaj pejgamberi ka mësuar me kërku mbrojtje tek Allahu xhallahu, jo nga dëgjalli vet, po nga sprova e dëgjallit apo. E dallon sprova e tij dhe vet ai si krijesa. Cila është sprova e dëgjallit?
për me paju se do të thotë me çfarë urësie na ka mësuar pejgamberi sallallahu alajhi wasallam me kërku mbrojtje. Dajjalli të ndonëzër nuk e ka të vërtetën në veti, s'ka argumente, ai s'ka fakte. Më ullë me debatu me Dajjallin e mund, ai s'ka fakte. E mbi cilën bazë ai ndërton ndikimin e tij dhe shtrirjen e pushtetit të tij, me cilën bazë? Me bazën e forcës, fuqisë. I jep Allahu fuqi dhe forcë dhe me këtë ndikon. Para mendoni për shembull, për asaj që ka në hadithet e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, ka forcë, do që s'u ndel kush përpara. Shkojmë në nivel, a besojnë se me Allahu, po të zbesojmë, ti e Dajjalli, ju nalën për e qeltëm. S'po, ju nalën mirësit, kësë provë është. Me qka i nalën? Me dhunë, me forcë. Dhe njerët detyrohen që, nështë ta përshka këtë forcës e ti që e ka fuqisi, e ka me i besu. Andaj sprova e Dajjallit është shkurt, me thonë. Është imponimi i të pavërtetës si të vërtet për mes forcës. Është një pavërtet, imponohet si e vërtet për mes forcës dhe dhunës. Prandaj, gjitha imponim i të pavërtetave që u bëhet njerëz me besu në to, me i përnua në to, jo si pasojë bindjes, jo si pasojë dijes, po si pasojë forcës dhe fuqisë, është pjesë e sprovës së Dajjallit, Allahu na dhe. Sa njerëz për shembull sot besojnë në punë, jo se janë bind, jo se ka fakte, ama fuqia e dikujt e ka bëu që më u binte. Forca e dikujt e ka bëu që më u bind në ato vlera, më u bind në ato fakte, në to që mendon se janë fakte, por jo për shkak të bindjes shkencore, jo për shkak të bindjes logjike dhe të arsyeshme, po në mbi bazën e forcës dhe fuqisë. E sa herë ndodh fatkeqësisht që më u përhap e kota, më u përhap e pavërteta në mes të njerëzve si pasojë dhunës dhe imponimit. Për shembull, sistemet e kaluara i komunizmit, plot njerëz shumë s'kan qenë bindur se është e vërtet, por forca e dhunës, represionit ka bëu më bind. Janë si kara forca, fuqia, njerëz e kanë një nik me help sa atë. S'kan sakrifikuar më me rezistu, pse? Se si ka ra forca, si ka shku fuqia, njerëz e kanë praktikë këtë përvërtet. Se s'kan qenë bindur në ta. S'kan qenë bindur në ta. Me çka e kanë marrë? E kanë marrë me forcën e dhunës, me fuqinë e ndikimit, represionit, agresionit e kështu me radhë. E mënyra tjera, do të thotë kur disa të pavërteta prezantohen dhe imponohen si të vërteta, por jo përmes logjikës, jo përmes arsyes, jo përmes fakteve dhe argumenteve, por përmes dhunës, përmes presionit. Dhe kjo është sprova e Dajjallit. Dajjalli çfarë vjen? Prandaj ne ka thënë pejgamberi sa që me kërku mbrojtje tek Allahu xhallahu ala nga sprova e Dajjallit. Na ruan Allahu xhallahu ala nga sherri i kësaj sprove. Andaj këtu janë 4 gjëra nga të cilat na ka porositur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që të kërkojmë mbrojtje tek Zoti xhallahu që Allah të na ruan nga sprova në varr, nga sprova e dënimit në xhenem, Allah na ruaj nga sprova e vdekjes, nga sprova e jetës dhe vdekjes dhe nga sprova e Dajjallit. Dhe ajo që na mundson të ndërrozë në urujnë nga sprova e Dajjallit është me njoft këtë sprovë. Me njoft këtë sprovë. Dhe me njoft këtë sprovë tjera. Nuk mundesh me thonë Allah të ruajmë nga diçka që ti nuk din çka është ajo. Prandaj nga kuptimet e kësaj duaje është që fillimisht me njoft këtë sprovë. Ti kur Allah më ruaj nga sprova në varr, ti e din çka është ajo. Çfarë është sprova në varr? Kur Allah ruaj nga sprova, çfarë është sprova? Pyetjet që kanë me ta. Dënimet në varr. Xhenemi, çka është xhenemi? Sprovat e jetës së i cekëm, këto, e të vdekjes këto, i njëti, ti kur kërkan mbrojtje tek Allahu xhallahu cilën kokë ti din, për çfarë po kërkon mbrojtje, për çfarë po kërkon tek Allahu xhallahu më mbrojt. Prandaj e kin kokën tënde. Dajjalli kur e përmend, e din kush është, e din çfarë sprovë është, e din me çfarë baze ka sprovën, andaj Allah më ruaj nga kjo sprovë. Më ruaj Allah që kur mos të përqafoj, as mos të bindem diçka për shkak të forcës së dhunës. Po
për shkak të forcës së argumentit. Prandaj dallon njëri me pas forcën e argumentit dhe dallon me pas argumentin si forcë atë. Argumentin e forcës me pas. S'ka argument të bindjes, po ka argumentin e forcës, argumentin e imponimit. E përmesoj me i detyru. Prandaj nuk ka detyrim, por ka bindje. Islami është bindje, nuk është detyrim. Allahu xhallahu ala me dasht i kishte bind këtë njerëzit se është i vërtetë, ja kishte mujt shumë lehtë. Por i ka lënë njerëzit të lirë që të bindin në bazë të fakteve, argumenteve, jo mbi bazën e forcës dhe fuqisë. Prandaj Allah i ka thënë qiejt e tokës, "I'tiya taw'an aw karhan." Nështrohuni ndaj Zotit qiejve, i ka thonë. Nështrohuni ndaj Allahut dhe tokës me dëshirë ose pa dëshirë. Çka ka thonë? Qalu atayna ta'in. Ja, po nështrohuni me dëshirë, me bindje. Jo për shkak se po na imponon Zoti xhallahu, po për shkak se imi të bindëm se ti je Zoti i gjithësisë. Andaj ne i bindë tek Allahu xhallahu, jo me forcë, jo me dhunë, jo me imponim. E kemi pranuar Islamin dhe i kryejmë obligimin te Allahu xhallahu nga dashuria, nga respekti, nga bindja, jo nga imponimi, nga dhuna. Prandaj kjo është ajo që na ka mësuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Allahu që na ruan nga këto sherrë, nga këto të këqija dhe nga shumë sherrë të tjera dhe nga shumë të këqija të tjera. Na ruan Zoti xhallahu ala të na jap mirësinë këtë dunja dhe të na jap mirësinë në botën tjetër dhe të na ruan Allahu xhallahu ala nga zjarri i xhenemit. E kaq për edhe fund edhe kësaj pjese të kësaj duaje, e din takimin nashëm, Allahu ju ruaj dhe ju shpërblet. Sallallahu ala Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kathira.